Cili është roli gardianëve aty? Çfarë bëjnë gardianët? Tani dëgjoj, Bruna, e para fare është krete kollaj që ne fajn ta kërkojmë nga gardianët, po fajt duhet kërkuar tek kupola e drejtësisë, tek kupola e policisë, tek kupola e institucionit vuajtjes dënimit, pra tek drejtoria e burgjeve dhe tek Ministria e Drejtësisë. Ata i shohin dhe nuk janë të pamundur të ndërhyjnë. Tani Bruna, unë kur të thash ty për një gardian i cili detyrohet që shkoj me makinat rastit apo me autobus apo me urban nga Tirana deri në burgun e Shënkollit, tani llogaritë se sa i pambrojtur është e gardiani përballë atyre skenave dhe se sa është mundësia po themi për korruptimin e tij apo për kërcënimin e tij. Pra kjo është situata. Ato njerëz fakti që bëjnë ato festa të shfrenuara në përburgje e kanë marrë garanci diku. Edhe këto janë vetëm maja e icebergut, se në përburgje ne kemi parë në dosjet e Spakut se si janë ende aktiv. Se si dëgjoj, këto festa nuk ndodhin kur pa dijenin edhe pa lejen e kupolës. Tani nuk ta them dot kohën sakt, mos gaboj, janë foto dhe video, janë foto këto janë në burgun e Durrësit. Po në burgun e Durrësit aty ka pasur, mos harrojmë, janë disa episode për hir të vërtetës, patëm arratisjen edhe të Altin Docit, një personazh shumë të rrezikshëm në botën e skërmit, pra që duan. Bruna, faktu e ratis nga spitali, por plani i masave të sigurisë nis nga burgu, nuk nis nga spitali, se nuk mund t'i kërkojmë ne atij roje spitalit që është pensionisti i madh që të kujdeset për sigurinë e një personazhi i cili është i akuzuar për disa prej ngjarjeve kriminale më të rënda në vend. Pra plani i masave të sigurisë nis nga drejtoria e burgjeve ose konkretisht nga burgu i Durrësit. Të paktën këto pamje, mos gaboj, i përkasin periudhës dhjetorit apo shkurtit, ka pasur edhe lëvizje të drejtuesve të burgjeve në gjitha, po themi në pjesën më të madhe dhe në burgun e Durrësit aktualisht është emëruar një jo në të gjitha burgjet. Dëgjoj, është pak e vështirë që ne të themi, Bruna, për shkak se personazhet e botës skrimit lëvizin për shumë arsye. E para lëvizin për të mos krijuar ato klanet e tyre në përburgje siguri kanë një anë. E dyta lëvizin për shkak të frikës, pasi shpesh policia sekreta apo shërbimi informativ apo edhe brenda burgut kanë informacione për atentate që pritet i përgatisin njëri tjetrin, se ne kemi precedente, pra nuk është se ne na mungon precedente. Ne kemi një njerëz të vrarë në ambientet e burgut sigurisë. Ne kemi një person të qelluar me sniper, po themi në një prej burgjeve. Po përgjithsisht po, ka lëvizje që bëhen me kërkesë të burgosurve për shkak se thonë un kam një hasmëri apo kam një gjakmarrje me një personazh të botës skrimit apo me një personazh tjetër të burgosur. Pastaj ka dhe lëvizje që bëhen në varësi të informacioneve që merr vetë drejtoria e burgjeve apo drejtori lokal i burgut për tentativën, për shembull për përgatitur një atentat apo për përgatitur një ngjarje të rënd kriminale. Pra ka disa skenare për lëvizjen, por përgjithsisht lëvizjet bëhen me kërkesë.